Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, vendet e Kuintit dhe Euleksit i kanë dërguar një letër institucioneve të Kosovës, në të cilën kërkojnë miratimin e legjislacionit sekondar për të qartësuar zbatimin e kornizës ligjore lidhur me përdorimin e simboleve dhe flamujve të komuniteteve. Në letër thuhet se kushtetuta dhe legjislacioni i Kosovës mbrojnë të drejtën e të gjitha komuniteteve për të ruajtur, shprehur dhe zhvilluar identitetin e tyre, përfshirë përmes përdorimit dhe shfaqjes së simboleve të komuniteteve. Sipas nënshkruesve, përdorimi i simboleve përfshirë flamujt kombëtar apo komunitetet është një drejtë mbrojtur me kushtetut dhe autoritetet e Kosovës kanë detyrimin ligjor, jo vetëm të mos ndryjnë në ushtrimin e kësaj të drejte, por dhe të krijojnë kushtet për zbatimin e saj të barabartë. Megjithatë, në letër vlerësohet se korniza aktuale ligjore mbetet e paplot, pasi legjislacioni sekondar i parashikuar me ligjin për përdorimin e simboleve shtetërore ende nuk është miratuar. Sipas tyre, mungesa e këtyre akteve nënligjore krijon paqartësi juridike dhe rrit rrezikun e zbatimit jo të një trajtshëm dhe diskriminues në praktik. Ata kërkojnë gjithashtu që ky proces të zhvillohet në konsultim të ngushtë me komunitetet jo shumicë dhe në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Në letër theksohet se deri në miratimin e akteve të nevojshme, të gjitha çështjet që lidhen me përdorimin e flamujve dhe simboleve të komuniteteve, përfshirë gjatë festave dhe përvjetorve, duhet të trajtohen në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, në mënyrë konsistente, proporcionale dhe pa diskriminim.